Ne nuk zgjohemi nga gjumi sepse duam të urinojmë, po shkojmë në banjo pikërisht sepse zgjohemi nga gjumi, për arsye të tjera. Dhe për këto shkaqe do flasim sot, dhe mënyra se si t'i shmangim ato. Nëse ju nuk shkoni në banjo gjatë natës fare, ose shkoni të paktën një herë, kjo në mënyrë të rregullt, atëherë kjo quhet normalitet. Sidomos kur jeni mi bosh 65 vjeç sepse një herë në banjo quhet normale. Por nëse ju shkoni 2 herë ose më shumë herë në banjo çdo natë në mënyrë të rregullt, atëherë kjo quhet problem, edhe quhet nokturia. Dhe është një shenjë që duhet të ju çojë të shkoni të vizitoni ke miku i familjes ose ka i urolog ose nefrolog. Zakonisht kjo ndodh ke mbi moshën 50 vjeçare, gjysma e personave meshkuj dhe femra kanë probleme të urinimit gjatë natës ose që shkojnë më shumë se sa një herë, 2 herë ose më tepër. Sistemi urinar përbëhet nga veshkat, 2 veshkat. Kemi 2 ureteret, të cilat bashkohen ke vezika, dhe nga vezika del uretra dhe del jashtë, edhe ke meshkuj dhe ke femrat. Ke meshkuj duhet të shtojmë këtu edhe prostatën, me njërë mbas vezikës, kemi edhe prostatën në madhësinë e një are. Zakonisht ndjenja për të urinuar fillon kur ne kemi rreth 150-250 ml ose një gotë urinë. Por aman urgjenca për të urinuar fillon kur ne kemi 600-700 ml ujë. Zakonisht veshka prodhon rreth 50 ml, një teke. 50 ml urin në orë. Pra kur ne flëm gjatë natës 7 orë ose 8 orë, po ta shumëzosh me 50 i bie rreth 350 ml. Pra shumë më pak se sa ajo nevoja e urgjencës për të çuar, për të vajtur në banjo, është më pak se sa 600-700 ml. Plus që që vezika urinare ka një kapacitet maksimal 1 litër. Pra ne nuk kemi nevojë matematikisht, ne nuk kemi nevojë që të përdorim të shkojmë në banjo gjatë natës, sepse ne kemi shumë urinë ata. Përshëndetje miq, unë jam Bali. Në të gjitha këto detaje që unë do shpjegoj në këto video, këto janë studime, eksperienca nga klinika dhe shumë mjek të njohur, vërtet ndërkombëtar, nga shumë shtete dhe kontinente, të provuara me studime shumë vjeçare dhe të botuara. Të gjitha këto studimet janë të botuara në revistat më prestigjioze mjekësore sot në botë. Ndajni këto video me çdo që ju mendoni se do i ndihmoj. Nëse i pëlqen këto video, subscribe në këtë kanal sepse siç kam thënë do jetë një rrugëtimi i shumë interesant dhe shumë ndihmues dhe falas mbi të gjitha, se si të shërohemi nga mbi 80% e gjithë sëmundjeve që ne njohim sot. Për arsye se ato kanë shkaqe metabolike ose shkaqe ushqimore. Edhe sigurisht që mënyra e mjekimit do të jetë po prapë në këtë mënyrë metabolike. Ndërprerja e vazhdueshme e gjumit natën do të reflektojë në lodhje gjatë ditës, në përgjumje, ulje e funksionit edhe fizik, po edhe intelektual. Do kemi rrezik për aksidente, mund të shkaktojë diabet, ndërprerje e shpeshtë e gjumit gjatë natës. Tjetër kujdesi i madh, sidomos për moshat madhore, është sepse duke vajtur në banjë disa herë gjatë natës, rritet rreziku për të rrëzuar për shkak të errësirës, për shkak të ngritjes së menjëhershme nga krevati. Dhe rreth 25% e aksidenteve ose rrëzimeve që ndodhin gjatë natës janë pikërisht për shkak të urinimit. 2 janë shkaqet madhore të urinimit gjatë natës. Edhe këto 2 shkaqe përfshin 80% të gjithë problemeve që shkaktojnë. E para është mosha. Në një moshë, mbi moshën 65 vjeçare, edhe ke meshkujt dhe ke femrat, vezika urinare do të prodhojë ose do të mbajë rreth 30% më shumë urinë se sa përpara kësaj moshe. Kjo ndodh për shkak se këta persona ose marrin nga një sy gjumë her pas here gjatë ditës dhe pastaj qëndrojnë në zgjuar gjatë darkës, edhe rrisin stresi jep kontraktime të her pas hershme, dhe e dyta është që sinjali që muskuli detrusor ose muskuli i vezikës urinare që detrusor, që muskuli i madh goxha, ai jep një sinjal në sistemin nervor të ngatruar ose të ngadalshëm ose të pasaktë. Dhe sasia është rreth 30%, në këtë mosha prodhohet 30% më shumë urinë. Dhe e dyta, kryesorja, është mos prodhimi i një hormoni në trup, me fjalë që quhet hormoni antidiuretik. E keni pasur fjalën diuretik, përdoret elastik si këto ilaçet kundër për të urinuar shpesh. Në trup ne prodhojmë një hormon që quhet hormoni antidiuretik, pikërisht për të mos prodhuar shumë urinë. Emri tjetër i saj hormoni antidiuretik quhet vazopresina, sa për personin mjekësor, ta ketë parasysh. Kjo
Arsyeja kryesore e kësaj është pikërisht ndalimi i frymarrjes ose paksimi i frymarrjes gjatë natës, sleep apnea që i thonë. Do kemi një video shumë interesante mbi gjumin, shumë më shpejt, është diçka goxha e madhe. Te gjumi është mekanizmi sepse kur kemi ndalime ose paksim të frymarrjes në mënyrë të shpeshtë, nuk do të arrijmë të shkojmë në gjumin e thellë. Gjumi i thellë kërkon një stabilitet ose një trajtshmëri gjumi do që të arrijë të shkojmë në gjumin e thellë. Duke mos vajtur në gjumin e thellë, në këtë stadi të gjumit, stadi 3 që quhet, prodhohet ky hormoni antidiuretik nga truri jon. Duke mos u prodhuar ky hormon, ai do të nxjisë mbi prodhimin e urinës nga veshkat, pra nuk do të thith mbrapsh ujin dhe veshkat filtrojnë jashtëzakonisht shumë gjatë ditës, gjatë i ditës dhe natës, por ama e përthithin. Ndërkohë që nëse nuk është ky hormon, ai do nuk e përthith dhe do ta lëshojë. Dhe kjo është pikërisht se do kemi rimbushje ose te prodhim të urinës në vezikun urinare dhe nevojën ose urgjencën për të vajtur për të përdorur banjën. Mund ta kuptoni nëse keni probleme të gjumit, nëse ju gërhisni, rreth 85% e njerëzve, dhe nëse do ndikush partneri bashortja, ju u thotë që të vëre që dalon frymarrja. Kjo është një nga simptomat ose një nga diagnozat më të shpeshta që mund ta bëni atë. Gjendja e mbiprodhimit të urinës bashkë me këto mikrostreset ose zgjimet e vogla do të krijojë ndjenjën sepse aktivizohet sistemi nervor simpatik, kontraktim muskujsh her pas here dhe kontrakton edhe muskulin e të vezikulës urinare. Arsye të tjera me efekte të përnaçme ose jo, për shembull, janë alkooli, i cili po ashtu bllokon këtë hormonin vasopresin, hormonin antidiuretik. Dhe gjithashtu kemi një aminoacid në zor edhe në stomak, është histamina, e cila rritet shumë kur ne marrim shumë antibiotik shpesh edhe në mënyrë me doza të larta. Pra, duke vrarë këtë mikrobiomën, ne prodhojmë më shumë histamin. Kjo histamina në nivele të larta shkon në trup dhe në trup bllokon këtë vasopresinën, siç u thash, hormonin antidiuretik. Diabeti, presioni i lartë i gjakut, hipertensioni, sëmundjet e zemrës janë disa probleme që si në shumë organe të tjera të trupit shkaktojnë edhe probleme tek urinimi i shpeshtë. Tek femrat mund të shtojmë edhe shtatzania gjatë kohës së shtatzanisë edhe të menopauzës. Rrallë kemi arsye gjenetike, neuropatia, deformime anatomike, keqformime, infeksionet shumë e shpeshtë janë infeksionet të rrugëve të sipërme dhe të poshtme urinare dhe disa sëmundje veshkave ose pas kirurgjive. Sëmundjet e Parkinsonit dhe ata që kanë sklerozë të shumëfisht ose multiple sclerosis do të japin shenja ose shpesh herë urinim gjatë natës. Disa nga këshillat që do i jepja unë në fjalë si për të mos u ngritur gjatë jamit, për të urinuar dhe për të pasur një regjim të mirë gjatë natës, pa pasur këtë. Nokturia ose urinimi shpesh gjatë natës është e shërueshme thuhet nga të gjitha shkollat, kudo. E para, kryesorja duhet të kontrolloni nëse keni, siç u thash, atë sleep apnea. Me sa di una, kjo është pak e kufizuar të bëjnë studimet e gjumit në brenda Shqipërisë, jashtë vendit është shumë e kollajshme dhe rregull. Nëse ju diagnostikoni ose keni mundësi të diagnostikoni me problemet e gjumit, ndodhin shumë shpejt, disa herë edhe 100 herë brenda një ore. Zgjime të hershpasheshme që ju nuk i mbani mend sepse zgjasin 5 sekonda, 10 sekonda, 15 sekonda. Dhe nëse ju keni dyja pak a shumë janë rrugët të mjekimi është me anë të maskës, me makinë, si tip ventilatori ose si tip ventilatori është në fakt. Dhe e dyta do të jetë mund të jetë përdorur si tip mouth këto tela dhëmësh me fjalë të përshtatshme për të gjë. Nëse nuk keni mundësi për këtë gjë, realisht është shumë e shpeshtë dhe nuk keni mundësi, atëherë duhet të flini majta, siç që kam thënë, e para, e dyta duhet të ndaloni marrjen e ushqimit 3-4 orë para gjumit, si dhe e detyrueshme pak a shumë është të ulni 10% të peshës suaj trupore. Në këtë mënyrë ju do ulni rezistencën ndaj insulinës dhe do lironi rrugët e sipërme të frymarrjes, sidomos në kryk, edhe fundin e gjuhës. Duke u hapur ato, duke hequr rezistencën nga insulina, do hapin këtë hapësirën dhe do merrni frymë më kollaj.
më lehtë. Por me makinë, me fjalë, ajo e zgjidh punën pothuajse 100%. Gjithë personat që shkojnë 3 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë në banjo gjatë natës, me makinë, me fjalë, ndoshta një herë, ndoshta asnjëherë. Kjo është kryesorja. Jo më lëngje 2 orë para gjumit. Gjitha këto janë në studime shumë vjeçare të bëra në mira njerëz, mbi 20.000 në çdo studim bëhet mbi 20.000 pacientë me fjalë. Pra 2 orë para gjumit, asnjë lloj lëngu, asnjë lloj uji. Nëse do keni një ilaç për të pirë, vetëm me një glonjë ujë, pa pirë shumë. E treta, shmangni këto ngacmuesit e trurit dhe që nxisin aktivitetin e veshkës dhe të vezikës urinare, me fjalë. Jap kafja, çaj, alkooli, të paktën mbi 6 orë para gjumit. Mos harroni diçka duhani, ndikon shkencërisht me fjalë rreth 44% në urinimin gjatë natës dhe është një nga arsyet kryesore pas mushkërisë të japi kancer të prostatës. Pra 2 janë kancerat më të shpesh që jep duhani, kancerin e vezikës urinare edhe të mushkërive. Para se të shkoni të shtriheni në krevat, shkoni në banjo dhe pavarësisht se nuk keni ndjenjën e urinimit, shkoni në banjo dhe provoni të urinoni për pak 2-3 minuta. Çoni, shkoni prap krevat, prap nëse nuk bët gjë, shkoni përsëri në banjo dhe uleni përsëri. Herën e dytë doon, zakonisht studime ka treguar që ju arrini doon të zbrasni sa më shumë të keni mundësi vezikën urinare ose fshikëzin e urinës. Nëse ju jeni duke marrë ato mjekimin me diuretik, pra siç thash, diuretikët janë ato që ndihmojnë sidomos për hipertensionin, për të nxjerrë ujë, më shumë ujë nga jashtë. Dhe zakonisht mjeku ju jep 2 herë në ditë ose ju jep edhe tamam në darkë. Nëse ju keni probleme me urinimin gjatë natës, këto diuretikët, lasiksi, furosemidi, hidroklortiazidi, spironolaktoni, flisim me mjekun që këto ilaçe ju t'i merrni ose para dreke ose deri në mesditë maksimum, ose në mëngjes dhe në mesditë, po të paktën të jetë mbi 8 orë, 10 orë para gjumit. Mos përdorni në mbasditë vonë ushqime të ëmbla, sepse ato japin etje dhe përveç etjes këto sheqeri i madh jep mundësi baktereve në rrugët e poshtme të urinare të krijojnë më shumë infeksione. Menjëherë, bakteret ushqen me sheqer. Dhe ato do japin ndjenjën e urinimit. Kjo, sidomos që ata me diabet do kenë meshkuj femra do kenë infeksione të rrugën të poshtme urinare dhe shumë të shpeshta. Video para një javë unë postova një video gjithçka mbi diabetin dhe si shërohet diabeti, sidomos diabeti tipit 2 dhe mirë menaxhimi i diabetit tipit të parë. Si që thash, rënja në peshë do ndihmojë jashtëzakonisht shumë sepse do të ul shtypjen e vezikës si nga ana fizike, por edhe nga ana e toksinave. Dhjami i tepërt brenda barkut, ai dhjami visceral që ju kam thënë gjithmonë, ai shliron toksina të kohës. Dhe këto toksina shkojnë në gjak, do shkojnë në trup, dhe do ngacmojnë sistemin nervor simpatetik dhe do japi shtrëngime her pas here të vezikës urinare. Pavarësisht se s'ka shumë urin brenda, s'ka shumë lëng, ai do japi këtë ndjenjën e bezdisme her pas here. Pak krip, sidomos kur keni probleme me sëmundje të zemrës, merrni pak krip, atë me shije, siç ju kam thënë gjithmonë. Nëse keni mbi peshë dhe endje të këmbëve, keni pas një ditë të gjatë të lodhshme, ndjeni që këmbët poshtë kërcirit janë të enjtura, atëherë mund të përdorni çorape elastiku të gjata ose shtrënguese elastiku të ndryshme. Dhe para se të flini gjumë ose jeni duke parë televizor në koltuk, mbajini këmbët të ngritura disi, me fjalë, për të paktën në gjysmore. Në këtë mënyrë ato të çlirohen dhe uji të thithet. Lëngu intersticial nga sistemi limfatik të thithet dhe të liroj mos japi këtë ndjenjën e urinimit. Tek meshkujt duhet të vizitohen për të parë për ndonjë problem për prostatën, sepse prostata e zmadhuar frenon ose ngjesh ose mbyll kalimin e urinës në uretër dhe pavarësisht sepse ti ke urin plot brenda, ajo nuk lë të dali dhe ti nuk e di ke nevojë apo s'ke nevojë. Ka ilaçe që unë zakonisht nuk i rekomandoj, po që ka dhe ilaçe që përdoren, si për shembull alfa blocker, përpiqen shpangë ilaçe dhe efektet e mëdha se kanë shumë efekte të dëmshme. Një tjetër rekomandim që jepet dhe ishte erpaseshëm është të bëni ajo që quhet pelvic floor therapy ose Kegel exercise. Kërkojnë në YouTube janë për të forcuar muskujt e poshtëm të barkut në fund fare,
Janë ca ushtrime shtriesh, lëviz vetëm trungun ose belin lart e poshtë për të kryuar, për të fuqizuar, si që thash, muskujt e poshtëm. Përpiquni të identifikoni se kush mund të jetë problemi juaj në bazë të dhënave, që si u shpjegova më sipër, dhe në mënyrë që të shkoni të flisni me mjekun specialist. Më shkruani nëse po zbatoni diçka nga këto variante të thjeshta dhe si po ndikojnë në gjumin tuaj dhe urinimi gjatë natës. Ju uroj të gjithë dhe një ditë të mbar dhe një gjumë të qetë. Mirupafshim.